Juglindja e Shqipërisë u izolu në mënyrë totale dhe ti nuk pati i protesta atje, leje Partinë Demokratike, nuk janë dakord Partia Demokratike, nuk e duan Partinë Demokratike. Po ti njerëzit atje, a ka njerëz Juglindja? Partisë mundësia ka qenë aty. Po nuk shtrohet kështu pra, po ta shtrojnë ndryshe. Ore, nuk po ta marr personale me juve, a keni qenë ju aty apo ka qenë PD-ja. Jo, është vrar nervi pra, këtë po them. Nuk ka ndodhur 35 vite demokraci që Juglindje të izolohet dhe të bie rruga atje. Do të një protestë 35 vjet. Pikërisht pra, dhe ti bëni shkrim shumë të mirë aty. Pra, ne po flasim për këtë lloj realiteti që nuk mjafton që 2 deputet shkojnë në një protestë apo unë që kam shkuar në një protestë tjetër etj. Problemi është diçka më i gjerë se kaq. Bëja bashkë pra, në asnjë protestë nuk janë bashkë. Si ka mundësi që helikopterin e kryeministrit nuk e ndalun ata qytetarët atje për ta rrethuar dhe për të thënë zotëri stop. Ti me helikopter të smurët me djalez pa helikopter. Ky është realiteti në Shqipëri që po themi neve. Për këtë nervin po flas. Sepse nuk është e vërtetë që ju ka vdekur nervi, e thash edhe më përpara, sepse politika merret me problemet që interesojnë politikës që të merret. Dakor? Për urën ta them unë. Për urën është problem. Po, është problem. Por për njerëzit është më problem kur vjen edhe i vjedhin pronën. E pe ça nervi kishin ata. Lëre ti qa nervi kanë për urën. Ura është kauzë më e vogël sipas atyre po. Sepse për urën nuk kanë ngrënë njëri kushta. Për urën, ore tani më takon mua, nuk më takon mua ta gjykoj. 30 veta nuk erëzojnë qeverinë 30 veta, por 30 veta atje, 30 veta atje të vendosur, 30 veta në Durrës të vendosur. Sa protestojnë ke domatet, sa protestojnë ke ka pas gjithmonë protesta të tilla. Atëherë, Pra ne po themi, kush është gjëja më e madhe? Protestojnë ata nga Rio.